A keni menduar ndonjëherë se çfarë veprimi të thjeshtë mund t'ju sjellë mëshirën përfundimtare të Allahut? Kjo histori e pabesueshme përmban Chelsin. Ai ishte biznesmen, por me një zemër të ardhë. Kur njerëzit luftonin për t'ia shlyer borxhin, ai kur nuk i bënte presion. Në vend të kësaj, ai thjesht thoshte: Allahu të bekof. Paguaj kur të mundesh. Kjo nuk ndodhi vetëm një herë, ishte praktika e tij e vazhdueshme. Kur ai ndëroi jetë, veprat e tij u rishikuan. Jo shumë akte adhurimi shtesë, por një mirësi e jashtëzakonshme e treguar ndaj të tjerëve. Allahu shpalli: ai u afali borxhet robërve të mi në tokë. Pra, unë e fal atë. Le të hyjë në xhenet. Ky mësim i fuqishëm na tregon vlerën e pamas të dëmshurisë. Të tregosh mëshirë ndaj njerëzve është një rrugë e drejtë për drejtë për të marrë mëshirën e pakufishme të Allahut. Le të frymëzoj kjo histori sot. Falni ata që ju kanë borxh, jini të sjellshëm me ata që vuajnë dhe tregoni mëshirë në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Duke u treguar mëshirë, ju hapni derën drejt faljes së Allahut dhe xhenetit të tij të bukur. Filloni të praktikoni mëshirën tani dhe dëshmoni bekimet. Imagjino të kërkosh diçka të thjeshtë, vetëm për të zbuluar se e gjithë drejtimi i jetës sate ka ndryshuar përgjithmonë. Një udhëtar i lodhur, i tharë në diell, kërkoi strehim dhe ujë në një xhami. Nevoja e tij ishte thjesht fizike, një etje themelore njerëzore. Ndërsa ishte atje, ai dëgjoi recitim, fjalë të bukura që nuk i kuptonte, por që i ndjente thellë. Nuk ishte kjo ajo për të cilën kishte ardhur, megjithatë ia ma gjepsi shpirtin. Ai mbërriti duke kërkuar ujë, por u largua pasi kishte gjetur diçka pafundësisht më të vlefshme, udhëzim dhe besim. Udhëtimi i tij për një pijë u shndërrua në një udhëtim drejt së vërtetës. Kjo histori frymëzuese na kujton se udhëzimi hyjnor shpesh mbërrin në momentet më të papritura. Një hap i thjeshtë, një takim i rastësishëm mund të hapë derën drejt një transformimi të thellë shpirtëror. Reflektoni mbi momentet e vogla në jetën tuaj ku mund të shfaqet udhëzimi. Ndani këtë histori për të frymëzuar të tjerët rreth mënyrave delikate se si mbërrin bekimet dhe regjistrohuni për më shumë reflektime motivuese. Burri që e fali mikun që e tradhtoi. Dy burra ishin shok të ngushtë. Njëri nga ata ja mori paratë në mënyrë të padrejtë dhe u zhduk për vite. Kur u kthye, kërkoi ndjes me lot në sy. Ai që ishte dëmtuar e përqafoi dhe i tha: Nëse kërkon falje nga unë, e ke. Nëse kërkon falje nga Zoti, më lër të jem arsye që ai të falë. Mësim: falja e sinqertë ndaj një tjetri është rrugë për të fituar faljen e Zotit. Në një fshat të vogël jetonte një burr i moshuar, i njohur për ndershmërinë dhe zemrën e tij të bull. Ai kishte kaluar gjithë jetën duke punuar si mësues dhe shpesh ndihmonte fëmijët e varfër me libra, rroba dhe këshilla të urta. Njëri prej atyre fëmijëve ishte Hasan, një djalosh jetim që mësuesi e kishte marrë nën kujdes si të ishte biri i tij. Kaluan vite. Hasan u rrit, u shkollua dhe u largua nga fshati për të ndjekur jetën e tij. Mësuesi u plak dhe filloi të dobësohej nga shëndeti. Jeta e tij u bë e qetë, por e vetmuar. Ai nuk kishte familje dhe njerëzit e fshatit, megjithse e respektonin, nuk e vizitonin shpesh. Një ditë, Hasan u kthye. Kur mësoi se mësuesi i tij i dikurshëm ishte sëmurë rënd, ai filloi të vinte çdo ditë në shtëpinë e tij. I sillte ushqim, i rregullonte dhomën dhe më e rëndësishmja, i lexonte Kuranin me zë të qetë pranë shtratit. Zëri i Hasanit sillte qetësi në dhomën e plakut. Ai shpesh e mbante dorën e tij dhe i fshinte ballin. Nuk flisnin shumë, por praninë e tij e ndjenin të dy si një dhuratë nga Zoti. Një mbrëmje, ndërsa Hasan po lexonte suret e fundit të Kuranit, mësuesi nisi të qajë në heshtje. Lotët i rridhnin në faqe, të ngrohtë e të thellë. Me zë të ulët, ai tha:
Birë, unë gjithmonë mendova se isha unë ai që të ndihmova ty, por tani e kuptoj se ishte Allahu që më dha mundësinë të ndihmoja, që një ditë të më sillte ty këtu, kur më së shumti kisha nevojë. Hasani u përkul, i aputhi dorën dhe u përgjigj me lot në sy. Mësues, ndihma jote më rriti. Tani është radha ime të shërbej, ashtu siç do të dojë Allahu. Pak kohë më vonë, mësuesi mbylli sytë për gjithmonë, i qetë, i falur, me Kuranin në vesh dhe një nxënës pranë që ishte kthyer në shpëtim të shpirtit të tij. Mësimi i kësaj historie. Mirësia nuk është borxh, por amanet. Të mirat që i bën me sinqeritet nuk harrohen kurrë, as nga njerëzit, e mbi të gjitha, as nga Allahu. Ato kthehen në forma që vetëm ai i di, ndonjëherë pikërisht në çastin kur njeriu ka më së shumti nevojë, në frymën e fundit. A keni menduar ndonjëherë se si një akt i thjeshtë mirësie mund të jehojë në përjetësi? Kjo histori ilustron bukur fuqinë e qëndrueshme të së mirës. Na ishte njëherë një burr që ndihmonte në heshtje një fëmijë të moshuar, veprat e tij të mira i dinin vetëm ata. Çdo ditë, ajo i linte një copë bukë pranë derës si falënderim të heshtur. Kur ajo ndëroi jetë, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Ajo derë nuk u mbyll kurrë vërtet. Natë pas nate, të tjerë filluan të linin bukë, duke vazhduar ciklin e bujarisë. Kjo histori e bukur na kujton, kur hap një derë mirësie, ajo nuk mbyllet kurrë vërtet. Allahu, në mençurinë e tij të pafundme, e mban atë hapur, duke lejuar që bekimet të rrjedhin dhe të frymëzojnë të tjerë të panumër. Veprat tuaja vetmohuese krijojnë valë që shtrihen shumë përtej asaj që mund të imagjinoni. Le të jetë ky frymëzimi juaj. Kërkoni mundësi për mirësi, duke e ditur se çdo vepër e mirë që mbillni është një farë për një trashëgimi të përjetshme. Ndani këtë mesazh për të inkurajuar të tjerët të hapin dyert e tyre të së mirës sot. A keni menduar ndonjëherë për burimet më të thella të bujarisë? Ndonjëherë, mësimet më të thella vijnë nga vendet më të papritura. Në shkretëtirën e gjerë dhe sfiduese, një beduin njihej për një akt të pazakon. Ai vazhdimisht ndante ushqimin e tij, madje edhe me kafshë të egra. Njerëzit ishin të habitur dhe e pyetën pse. Përgjigjja e tij ishte e thjeshtë, por megjithatë përmbante një mençuri të jashtëzakonshme. Ai shpjegoi, unë ha vetëm nëse Zoti më siguron për të jetuar. Ai vazhdoi, si mund të mos u jap atëherë krijesave të tjera të tij, të cilat janë më të dobta se unë. Kjo nuk është vetëm një histori për ushqyerjen e kafshëve. Është një dëshmi e fuqishme e besimit, mbështetjes në një fuqi më të lartë dhe dëmshurisë së pakufishme, madje edhe në mungesë. Le të frymëzoj kjo histori. Mendo se si mund të tregosh mirësi të papritur sot, duke besuar se bujaria gjithmonë gjen rrugën e saj mbrapsht. Ndani këtë mesazh dhe reflektoni mbi mençurinë e thellë të beduinëve.